Të gjitha rrugët e lagjes pas shkollës Vasil Shanto e deri tek Selia e Keshit janë kështu. Të dërmuara, me thënë drejtën. Duhet ketë 15-16 vite, a mos më tepër kur janë bërë. Dhe janë këtë ndisur kështu. Është natyrisht problem shumë i madh për banorët e kësaj lagje. Janë disa rrugë vertikale dhe horizontale që janë dëmtuar dhe janë në këtë drejtim. Vështirësojnë hyrjen daljen lirshëm në lagje, që t'u them. Njëta gjë, edhe këtu, rruga tjetër paralele me atë që ju tregova, i cili si ka bërë defektin, edhe ka ngelur shtu. Ndërkohë që vitet kanë bërë të tyren këtu. Vazhdon deri në fund kështu është. E dërmuar. Ndërkohë që paralelia e tretë tani është akoma dhe më shumë e dërmuar. Tu poshtë makinave portorie, po është një besoj që Vasil ka bërë riparime, dhe normalisht duhet vinë bëjnë asfaltin, po kjo është planuar pa punë, që duhet bërë nga para. Besoj që ka rrugë tjetër si puna e kësaj në lagjet e njësisë.